Pajtona deri dikon me parafolse, që avokatët duhet jenë në nivelin e detyrës kur ballafaqohen me raste të diskriminimit, mundet pala si laik që ta kuptoj se si është forma e diskriminimit e tij në një marrëdhënie të caktuar, qoftë në marrëdhënie punës, qoftë në marrëdhënie të tjera, dhe duhet jenë shumë më proaktive dhe avokatët që t'i adresojnë këto çështje në gjykatë kur lënda shkon apo përfaqësohen nga avokatët. Shumë raste përfaqësohen nga ndihma juridike, të cilat faktikisht nuk janë avokat. Kemi ndihmën juridike, Agjencioni i Ndihmës Juridike që tashti më është problematik në vete për adresimin e këtyre çështjeve, sidomos të grupeve të marginalizuara, për një arsye, për shkak se të njëjtit nëse të marrim të persona me aftësi të kufizuar, nëse kontestohet një akt, një ndërprerje në ndihmë sociale apo diçka tjetër, ajo duhet të adresohet në gjykatë dhe pastaj nga personat e Agjencionit për Ndihmë Juridike falas, dhe pastaj për ta mbrojtur një kontest nga ana e gjykatës duhet prapë personat nga ministria të angazhohen në cilësinë të avokatit shtetëror. Domethënë kemi dy edhe paditësin dhe të paditurin nga njëjti institucion dhe kjo e zbe besimin e grupeve për të marrur shërbim të Agjencioni i Ndihmës Juridike falas që nga ndryshimi i reformës që është bërë dhe ky agjencion tani më ka hyrë në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Unë shoh më shumë që tani më palët të cilat janë palë të marginalizuara, sidomos grupe marginalizuara, orientohen më shumë te organizatët të shoqërisë civile dhe të avokatët në mënyrë që edhe avokatët përmes avokatëve të përfaqësohen sidomos përmes formës pro bono të përfaqësimit. Avokatët kanë për obligim edhe në bazë të ligjit për avokatin që të përfaqësojnë pro bono në këto raste dhe jam i vetëdijshëm domethënë duke filluar nga zyra jonë, po edhe nga avokatët e tjerë që e kryejnë këtë përgjegjësi, domethënë përfaqësojnë raste pro bono qoftë të persona me aftësi të kufizuara, qoftë të gjithë atyre që nuk kanë mundësi për të paguar tarifat e avokatëve dhe besoj me një angazhim edhe të avokatëve, po dhe të organizatët të shoqërisë civile, do të kemi një vetëdijsi më të madh dhe do të kemi një profesionalizëm më të madh në adresimin e këtyre rasteve. Nuk është që vetëm avokat nuk janë në nivel të kuptimit të diskriminimit, këtë probleme shohim edhe nga vetë gjyqtarët kur i trajtojnë rastet e diskriminimit, nuk e bëjnë këtë dallimin e barrës së provës që përmendi gëzimi më herët, ku i takon që nuk është një aspekt general ku çdo herë paditësit i takon barra e provës, po në këtë rast kalon te i padituri. Kështu që nevojitet domethënë një vetëdijsim më i madh edhe të avokatët edhe të gjyqtarëve, po edhe të grupet e marginalizuara që të gjithë së bashku ta ngrisin vetëdijen për të adresuar këto çështje sa më shumë që të jetë e mundur. Zonja Pira, po e shohim që një prej problemeve më të mëdha është edhe informimi i duhur edhe i vetë aktorëve institucional e po ashtu edhe i grupeve të marginalizuara për të drejtat që i kanë. Sa në këtë rast ju keni pa që janë të vetëdijshëm zyrtarët publik në lidhje me këto drejta në mënyrë që mos ndodhë diskriminimi? Fatkeqësisht jo në masën që do duhet të ishte. Sa i përket diskriminimit edhe stereotipeve të ndryshme apo përjashtimeve të ndryshme, unë mendoj që do duhet të bëj një përpjekje për bashkët e disa aktorëve në mënyrë që me ardhë deri te një rezultat i kënaqshëm. Mendoj që kjo fillimisht fillon në familje dhe pastaj kalon edhe në nivel institucional edhe të shoqërisë. So kemi mujt me po, për shembull në dhjetor të vitit kalum ne kemi publiku një analizë ku kemi analizu 14 tekste shkollore për me pa se sa kanë gjuhë diskriminuese, përjashtuese, stereotipizuese. Edhe në 14 tekste shkollore kemi arrit me identifiku mbi 130 formulime të tilla. Pra, në librat e shkollës së mesme në Kosovë, akoma ka formulime si sindromi Down është idioti mongoloide, të tilla formulime, edhe pastaj që ne kemi dalë me rekomandime. Një analizë e tillë është bërë edhe në vitin 2017, ku prap kanë qenë mbi 100 formulime të tilla, edhe duke shpresuar që është përmirësuar situata, kemi përsërit këtë analizë, mirë po situata që ndron akoma e keqe, edhe normalisht që
tekste shkollore nuk janë bartës neutral të informacioneve dhe ata kanë me formësu mendimet e të rinjve dhe pastaj që ata persona vinë në pozita shtetërore të ndryshme ku do të ndodhen është edhe para implementimit e ligjit për mbrojtje nga diskriminimi edhe nuk është që mund të presim shumë nga ata persona. Çka është me rëndësi është që të ketë trajnime të vazhdueshme për zyrtarë, të paktën për ata të cilët janë kompetent për të zbatuar këtë ligj dhe për t'i ofruar shërbime këtyre grupeve të cënueshme, edhe thjesht jo nështë kampanjë, po të themi një informim i çdo ditë i këtyre personave për të drejtat e tyre, edhe i grupeve të marginalizume. Përmendem që të drejtat nuk mundemi me i kërku pa i ditë cilat janë ato, kështu që mendoj që është jetike një forme tillë informimit. Faleminderit shumë, zotëri Qeli, u diskutu kjo pjesë edhe problemet që ekzistojnë për të informuar sa duhet pra gjitha grupet e marginalizuara për të drejtat e tyre. U përmendëm ndoshta fushatat në periudha caktuara që mund të jetë një javë, një aktivitet, si duhet zgjidhet ky problem, çfarë fushata duhet ketë, si mund të informohen sa më mirë grupet e marginalizuara për t'i kuptuar të drejtat e tyre, të cilat më pas edhe do të kërkojnë që të respektohen. Në fakt, në mediumet tona folet shumë pak për çështjet e komuniteteve. Kjo është ndoshta një sfidë që ndikon në informimin e komuniteteve, pavarësisht që në televizionin publik Kosovës ekzistojnë hapësira mediale për komunitete, por ato janë të pamjaftueshme, sepse i konsiderojmë që janë të pamjaftueshme kur marr parasysh për komunitetin Ashkalie dhe Egjiptian kanë për shembull minutazh 15 minuta në javë dhe ata nuk janë në gjendje me transmetu emisione të nivelit duhur për me informu publikun, sepse kapacitetet janë shumë të mangëta edhe pjesa e stafit është shumë e vogël dhe nuk mundemi mbulu të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me komunitetet në krejt Republikën e Kosovës. E dyta, mendoj që zyrët që janë në kuadër të ambrellës së zyrës së kryeministrit duhet fuqizojnë pak më shumë rolin e zyrave komunale për komunitetet dhe këtë mënyrë që në nivel lokal këto zyre pastaj ta bojnë sensibilizimin dhe informimin e komuniteteve për drejtat që atyre ju takojnë, ndërsa e shohim një farë pasiviteti të nivelit qendror që me pas edhe komunikim denj me këto zyre, pavarësisht që janë të krijuar me njëherë pas luftës me qëllimin e vetëm për mbrojtjen e interesave të komuniteteve shumicë, po nuk mundin me ekzistu si zyre nëse këto zyre fillimisht nuk kanë buxhet, që të paktën një aktivitet më të vogël nëse dojnë me dalë një fushat më të vogël në lagje nuk kanë mundësi me bë. Kemi zyre që për shembull punojnë me të njëjtin udhëzim administrativ, me të njëjtin rregullore, në një komunë ka vullnet më të madh politik, sepse këto zyre mbaren prej vullnetit kryetarit, pra nënkupton që me një komunë ka vullnet më të madh politik edhe i fuqizon, me një komunë tjetër nuk kanë fare buxhet. Dhe kjo pabarazi në çfarë mënyre na pamundson që edhe ne si zyre, por edhe mediat që kanë një rol të rëndësishëm në vetëdijsimin dhe sensibilizimin e komuniteteve për drejtat e tyre, na jep me kuptuar që ekziston një farçalimi dhe këto komunitete shpesh e kanë të pamundshme ta marrin informatë. Mos flas për komunitetet të tjera që janë lingvistike në Kosovë që edhe ata kanë pamjaftueshëm hapësirën mediale që me marrë informacione, që u tha dhe gjatë debatit, për shembull, ne për shumë institucione tona nuk kemi edhe informata ndoshta që duhet jenë edhe në gjuhën e komuniteteve, në mënyrë që çfarë janë informacion të arrijnë në nivelin e duhur. Pra, unë mendoj që shteti duhet t'i forcojë këto mekanizma, ta marrë seriozisht çështjen e komuniteteve dhe po shpresoj që në një të ardhme të afërmt, të paktën këto 3 komunitetet, Rom, Ashkalie, Egjiptian, nuk do të quhen më komunitetet marginalizuar, sepse duhet konsiderohem që në vendin ton, nëse llogarisim në aspektin logjik kështu, menjëherë mas komunitetit shumicë me numër janë këta që kanë numrin më të madh të komunitetet dhe në një shtet kur pakicat nuk e kanë gjendjen e mirë, unë konsideroj që edhe shteti nuk i ka punë në nivel. Andaj mendoj që në këtë drejtim, pra shteti duhet përmes mekanizmave të veta, përmes strategjive, përmes politikave, duhet krijojë mundësinë që të drejtat e komuniteteve të promovohen pak më shumë,
sepse në krahasim me shtetet e rajonit konsideroj që Kosova është me fat, që e përmenda që edhe në fillim, ekzistojnë disa kapitël për mbrojtjen e drejtave të komuniteteve në Kushtetutën e Kosovës, në krahasim me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë, ku ndoshta vetëm kanë nga një ligj që përmenden aty këto, apo nëpër parambulat të Kushtetutës që fatkeqësisht nuk e kanë atë nivelin që duhet të kishin sikur Kosova. Në aspektin e infrastrukturës ligjore po qëndroj mirë, po kur vim tek zbatueshmëria, fatkeqësisht nuk e kemi atë nivelin që ne po kërkojmë dhe duhet t'i shohim komunitetit.